Mirë, përshëndetje. Faleminderit që pranuat ftesën. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Në ndjenin tuaj, a ka përfunduar faza e parë e projektit për hekurudhën Tiranë-Durrës dhe çfarë është realizuar deri tani? Në fakt nga ajo që është njoftuar, është përfunduar faza e parë e cila përkon me vështirën e shinave, po themi dhe sistemimin e traseve përkatëse, por tani aktualisht përfundohet për krijimin e stacioneve të ndërmjetme dhe vënien në funksion të tyre është për prejsa me elektrifikim të linjës, janë disa faza të tjera, të cilat mendoj që në vazhdim kërkojnë një kohë më të shkurtë për të realizuar, vetëm se duhet të jenë një vëmendje të ndërtuar nga ana e institucioneve për ta krijuar në kohë dhe për të qenë funksionale sa më shpejt, duke qenë se është kaq e rëndësishme si infrastrukturë, si po themi si projekt, do të japë një ndihmë shumë të madhe në tërësi gjithë lëvizjes, por sidomos qytetarëve shqiptarë. Sepse do të jetë e shfrytëzueshme edhe për turistët e huaj, të cilët realisht prekin pikat kufitare tona dhe një ballafaqimi drejt për drejt të tyre me një stacion treni me një tren funksional, rrjedhimisht të bën ata më komod dhe më të lehtë për të aksesuar qytetin e Tiranës por edhe qytetin e Durrësit. Ne shpresojmë që të vjetë në zbatën sa më shpejt, tani është hapur një fazë tjetër e cila përkon me terminalin dhe krijimin e infrastrukturës për të vazhduar lëvizshmërinë deri tek ish stacioni i trenit, që do të vinë ndihmë rrjedhimisht gjithë qytetarëve që zbresin terminalin i Kthesës Kancës, i cili do të jetë një terminal multifunksional, do të ketë linja ndërkombëtare, linja ndërqytetëse, do të lehtësojë lëvizshmërinë qytetarëve, por do të parë pastaj pjesa e çmimit biletës se sa duhet të jetë dhe si duhet të menaxhohet më mirë që mos të jenë krizë ekonomike, po themi dhe situatat po themi në tre këtë rast që janë edhe operatorët e transportit publik e pasere, se jo tani më e dini në gjithë kohës. Jemi në kontakt me institucionet për të parashtruar çdo kërkesë tonën ekonomike dhe për të vazhduar lëvizshmërinë e qytetarëve. Nëse gjithçka ecën sipas planit, kur mund të jetë plotësisht funksionale kjo linja kurudhore dhe të jetë gati për të përdorur nga qytetarët? Nga ajo që na është thënë disa herë, rrjedhimisht kemi parë shumë herë që janë shtyra afatet, por unë mendoj që kjo është momenti që nuk duhet shtyr me afatet dhe fillimi i vitit tjetër do ta gjejë këtë linjë kurudhore të shumë pritur nga qytetarët, por edhe e turistët dhe çdo përdorues tjetër, fillimi i vitit që vjen do të mendoj që i ka gjitha mundësitë për të qenë funksionale dhe për të ofruar shërbim të transportit publik. Ne shpresojmë që mos ketë ngërçe të ndryshme si buxhetore, si probleme të tjera teknike që të zgjasin afatet, por të vënë zbatim duke qenë se është premtuar kaq herë dhe qytetarët e kanë përpritur dhe po e presim me emocione të veçanta edhe ne që duke qenë se nuk kemi asnjë kilometër rrugë, po themi, të dedikuar trenit aktualisht që flasim, e kjo do të jetë një mundësi shumë mirë për të qenë i përdorshëm, për të qenë funksional, për të qenë edhe shërbim të njerëzve, dhe prandaj fillimi i vitit mendoj që është afati më i fundit i mundshëm për të realizuar kjo vepër dhe për të përfunduar. Me çfarë shpejtësie do të lëvizin trenat dhe a do jenë sipas standardeve moderne europiane? Ajo që na është thënë, trenat do të kenë lëvizje diku në 120 km/h, është një shpejtësi cilën e përballojnë edhe trenat me modele më të thjeshta, që ne kemi parë që në vendet të më të zhvilluara apo në vendet e Azisë që një tren lëviz deri me diku me 350 apo 400 km. Ne jemi shumë larg asaj, por për distancën që ka aktualisht treni, për gjatësinë që ka 37 km, 34 diçka tillë, është shumë mirë me këtë shpejtësi që ka, që në Durrës, nga Tirana në Durrës shkon për një kohë afërsisht 22 minuta. Është një kohë më e shkurtë, jep mundësi qytetarëve që të parashikojnë fiks lëvizshmërinë, nuk ka avari gjatë rrugës, po themi që të ketë trafik apo nuk e parashikon dot kohën, na lehtëson punën për të udhëtuar nga Durrësi drejt Tiranës apo drejt aeroportit, që ti e di shumë mirë që treni niset në 12 ose në 12:22 është në destinacionin final, e parashikon kohën,
Ne shpresojmë shumë qytetet me kosto ekonomike të përballueshme për qytetarët, që të jetë edhe i përdorshëm edhe funksionar siç duhet. Treni mendojmë që ruan gjitha standardet, besoj për që në tren me nivelet më të larta dhe në viteve të fundit të prodhimit, sepse është një linjë e re, rrjedhimisht kërkon edhe një tren me gjitha parametrat si estetik, por edhe po themi edhe nga ana komoditetit që ai do të ofrojë. Është një itinerar, po themi Tirana me Durrësin ka një itinerar që do të ketë fluks qytetarësh, për shkak se janë dy qendrat më të mëdha të banimit, do të quajmë unë edhe dy metropolet më të mëdha që ka vendi, dhe natyrisht do të japë një zhvillim më të mirë ekonomik, por edhe do t'ju vinë në ndihmë studentëve të cilët studiojnë në Tiranë apo në Durrës, si edhe punëtorëve, por ata që mund ta përdorin edhe për qëllime turistike, po themi që janë drejt Tiranës, nga Tirana drejt Durrësit për të shfrytzuar periudhën e verës. Çfarë ndikimi konkret do të ketë kjo hekurudh Tiranë-Durrës në trafikun rrugor dhe në transportin urban ndërurban? Dhe ka nisur ndjenjën tuaj kontraktimi për blerjen e trenave? Nuk e këtë për blerjen e trenave ndjenjën time jo, por mund të ketë një negociat me kompani të ndryshme, të cilat ofrojnë këtë mundësi. Ndikim do të ketë patjetër, sepse ne po flasim për një tren i cili nuk mungesin trafik, edhe unë si qytetar do të jetojmë drejt përdorimit të trenit, qoftë unë do të ikim në Durrës, qoftë edhe për një drekë për të konsumuar peshk, apo për të shjuar shëtëtorën në po them në Bregdet, rrjedhimisht nuk do të akumuloj stresin e parkingut në Durrës, apo edhe karburantin e konsumuar në shumë mirë mund të vim makinë deri te stacioni i trenit, te stacioni i trenit marr trenin, më ofron shërbimin deri në Durrës, rrjedhimisht përkthehet në një trafik më të vogël, në një ndotje më të vogël, por edhe një kursim më të madh të buxhetit familjar. Duke qenë se makinat individuale konsumojnë karburant dhe kanë shpenzime më të mëdha, rrjedhimisht përdorimi i trenit me një biletë më të lirë, ka mundësinë që të frekuentojmë edhe këto destinacione por me një çmim më të mirë. Do ndikoj patjetër te trafiku, ne shpresojmë që edhe hapja e autostradës, po themi me 4 kursi, do të zbej trafikun, cilën jemi mësuar ta shikojmë gjatë verës, sidomos në fundjavë që është një kaos i vërtetë. Besoj do të ndikojë dhe jemi shumë besim plot që do të ulet edhe përdorimi i makinave private nga Durrësi drejt Tiranës për Anasjellës. Ku do të jenë të pozicionuara stacionet specifikisht? A do ta zgjedhin qytetarët realisht trenin? Ju e thatë që ka më pak kosto, por megjithatë a e shikoni që ka një të ardhme të ndritur, le të themi, pjesa e transportit hekurudhor në Shqipëri? Stacionet janë parashikuar në qendra të cilat janë edhe grumbullimet më të mëdha të banorëve, janë disa stacione deri në Durrës, po themi stacioni në Vorë, stacioni të terminale, stacioni në qendër, stacione të cilat rrjedhimisht kanë qenë edhe stacione edhe më herë kur ishte edhe hekurudha në kohën më përpara që ishte funksionale. Rrjedhimisht çësia drejt transportit me tren është e përdorshëm në çdo vend të Europës. Ne e dim shumë mirë se po të thosh jashtë ka alternativa të ndryshme lëvizjes, dhe treni është një ndër më të përdorur, duke qenë se të ofron një siguri, të ofron një kohë caktuar. Edhe Shqipëri ndoshta ka ardhur koha që të bëhen planifikime më afatgjata për të studiuar edhe hekurudhën tërësi. Po themi mund të bëhen linja të përfyllta për qytetet më të mëdha, linja që lidhin edhe kryeqytetin e Shqipërisë me kryeqytetin e Kosovës, me Shkupin, po themi me Podgoricën, edhe rrjedhimisht pastaj dalin në Europë. Po duhen në trena më të shpejtë se sa aktualisht kjo që mendohet, duke qenë se distanca Tiranë-Prishtinë po themi mund të bëhet për 1 orë. Edhe unë si qytetar që duhet të vizitoj Kosovën, nuk më shkon mend se të marr makinën personale, nëse do të ketë një tren efektiv dhe me një shpejtësi të lartë. Por duhet jo vetëm për transportin e pasagerëve, por ka një ndikim të zakonshëm mendoj edhe tek transporti i mallrave, do të ndihmoj fermerët, do të ndihmoj kompanitë të ndryshme ndërtimi, të cilat trenat e mallrave do të jenë funksionale dhe do të gjithmonë është ajo që përkthehet në përfitim ekonomik me një kosto më të ulët, do të thosh ato çfarë transporton mallat nga pika A në pikën B me një shpejtësi më të madhe, me një kohë më të shkurt, por edhe me një çmim më konkurrues. Rrjedhimisht
do të jetë një harmonizim edhe një ndërlidhje midis qyteteve kryesore në Shqipëri, por kjo do gjithmonë vullnetin e institucioneve për ta avancuar dhe për ta çuar sa më përpara këto projekte, siç është edhe planifikuar, po themi Durrës, Tiranë, Prishtinit, që mendoj do të ndihmojë qytete të tjera si Shkodrën, Bamsurën, Gjakovën, Prizrenin, do të jenë një ndërlidhje, edhe ekonominë do ta zhvilloj, po edhe të lehtësoj edhe lëvizshmërinë e qytetarëve. Faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit. Mirupafshim dhe kalofshi mirë.